Çfarë duhet dhe nuk duhet të hani nëse vuani nga dhimbjet e kokës? Kush vuan shpesh nga dhimbjet e kokës duhet i kushtoj vëmendje dhe asaj që konsumon. Ushqimet që ndihmojnë në lehtësimin e saj dhe duhet të dini edhe ato që ndikojnë në keq. Faji ose merita varet nga këndvështrimi, i takon substancave që janë në mënyrë natyrale ushqimet, që janë në gjendje të lirojnë ose ngushtojnë enët e gjakut duke shkaktuar presion të ndryshëm dhe ndjesinë e dhimbjes. Ja çfarë duhet të hani dhe çfarë jo. Kafe. Një aleate shumë e mirë për të lehtësuar dhimbjet e kokës, lejohet jo më shumë se 3 filxhan në ditë. Çokollatat. Lajmi i mirë është se kakao lehtëson dhimbjen e kokës, mos harroni çokoladën e zezë më mirë. Supa. Ju ndihmon mjaft në lehtësimin e dhimbjeve të kokës, por pa aditiv. Konsumi i djathrave, por me kushtin që të mos jenë edhe të shtazonuar. Evitoni pijet alkolike dhe sallamrat pasi mund të ndikojnë gjithashtu edhe në përkeqësimin e niveleve të dhimbjeve të kokës.